po ja kthejmë këtë me një investim këtu në Frashër për 1 milion euro. Për këtë park do të investoj mbi 30 milion euro për 14 parqe industriale anë mban Kosovës. Në këtë mënyrë ne po e lajmë një pjesë të vogël të borxhit të madh që ja kemi Mitrovicës, e cila i dha aq shumë zhvillim e kulturë jo vetëm Kosovës, por edhe mbar kombit shqiptar, dhe tash ne po ja kthejmë këtë me një investim këtu në Frashër në shumën e gjithë mbarshme prej afër 1 milion euro për këtë park industrial në të cilën do të mund të vendosen bizneset e ndryshme nga Mitrovica, nga Kosova, por edhe investitor të huaj, ashtu që të rritet prodhimtaria e të shtohet punësia. Sa më shumë që bizneset prodhojnë, aq më shumë krijohen kushtet për rritje të eksporteve dhe për zëvendësim të importeve, për përmirësim të bilancit tregtar dhe për progres të gjithëmbarshëm socioekonomik. Në 3 vitet në vijim, Qeveria e Republikës Kosovës do të investoj mbi 30 milion euro për 14 parqe industriale anë mban Kosovës, sepse dëshirojmë që infrastruktura për bizneset që prodhojnë e punësojnë të jetë sa më moderne. Këtu në Frashër punimet tashmë kanë nisur dhe po ndërtohet infrastruktura bazike, e pas kësaj infrastrukture themelore do të kemi edhe infrastrukturën tjetër e cila e modernizon parkun industrial dhe e bën atraktiv për biznesin. Ne si qeveri e si ministri jemi të përcaktuar që të punojmë drejt për drejt në përmirësimin e bilancit tregtar, në zëvendësimin e importeve me produkt vendor, por gjithashtu edhe në vendosjen e Kosovës si vend në të cilin ka prodhime me vlerë të shtuar. Prodhime të cilat nuk konkurrojnë me vendet me mas, si që janë ato që bëjnë prodhime në numër të madh të punëtorëve, por ato që kanë vlerën e shtuar. Prandaj edhe parashihet që në këtë park të ketë kompani prodhuese, të cilat janë në fushën e teknologjisë, në fushën e inovacionit, dhe teknologji e inovacion ka në gjithë spektrin industrial, por gjithashtu edhe ato të shtojnë tashmë edhe komponenten e ekonomisë së pastër. Zotimi jem, si i pari Mitrovicës, ka qenë edhe është në bazë auditore që të krijojmë kushte dhe rrethana më të favorshme të bërit biznes, duke filluar nga mundësitë infrastrukturore dhe hapësirat fizike ose ndarja e parceleve, që është njëra prej kërkesave të parë të secilit investitor ose afaris që dëshiron që ta arrisë kapacitetin ose që të vijë në Kosovë për të investuar, e Mitrovica si komunë në këtë fazë dhe me përkrahjen e pa rezervë të Qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministrit dhe ministrat dhe lartësit të tij, e ka mundësinë ideale që të transformohet në njërin prej qyteteve më të zhvilluara sikur se ka qenë në të kaluarën. Aktualisht, trendet dhe niveli i zhvillimit të komunës tonë nuk është në nivelin e duhur dhe të kënaqshëm. Ambicia jonë është që të vazhdojmë